Policia e Durrësit ka goditur një tjetër rast prostitucioni në kuadër të operacionit të koduar Storm i zhvilluar për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme në territorin e qarkut. Gjatë ndërhyrjes së uniformave blu në zonën e Shkëmbit Kavajës janë arrestuar 2 shtetas kolumbiane, të dyja 26 vjeç, të dyshuara për ushtrim prostitucioni dhe përshtatje ambientesh për këtë veprimtari kriminale. Sipas policisë, 2 shtetaset e huaja kishin marrë me qira një apartament, në të cilin e kishin përshtatur posaçërisht për shfrytëzimin e prostitucionit, duke e kthyer në bazë të aktivitetit të tyre të paligjshëm. Gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e apartamentit, shërbimet e policisë sekuestruan një sër provash materiale që dokumentojnë veprimtarinë kriminale. Konkretisht, u sekuestruan 2 pasaporta të shtetasve të huaj, një sasi parash në lekë dhe valutë huaja, 3 aparat celular, një blok shënimesh, si dhe disa karta SIM, të cilët dyshohen se përdoreshin për komunikim me klientët. Në lidhje me këtë aktivitet është proceduar penalisht edhe një shtetas shqiptar i dyshuar për përfshirje ose favorizim të veprimtarisë së paligjshme. Materialet hetimore kanë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Durrësit, e cila po vijon procedurat ligjore për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive penale për personat e përfshirë.